Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Ne jemi në kuadrin e muajit të tetorit, që është muaji i letërsisë dhe i arteve, por natyrisht kemi këtu mjaft shkrimtarë të cilët janë, do t'i quaj shkrimtarë të diasporës, kemi pasur shkrimtarë, poet nga Shqipëria, por kemi sot, do të quaj një shkrimtar, një romancier, në romanin e tij të parë në moshën 70 e sa vjeçare, kemi zotin Luiz Junçaj nga Malësia, i njohur fare mirë në Malësi dhe për veprimtarinë e vet, në fillimet e tij me veprimtari politike, veprimtari tregtare, ndër të tjera na paraqitet tashti vonë, pas pensionit, do të thoja, me një roman që titullohet Kjo tokë ju pret. Kjo tokë ju pret është një apel. Është një apel për gjithë malësorët, është një apel për gjithë mërgjimtarët, është një apel edhe për mua dhe për gjithë ne. Megjithatë, domethënia e këtij romani e përgjithshmja është Kjo tokë ju pret, por brenda romanit jepen fakte interesante të jetës në Malësi, në periudhat e mëparshme rreth viteve 65, 68, 70, 70 e sa, deri kalohet pastaj edhe në Itali në kampet e refugjatëve të asaj kohe. Është një histori interesante, është një histori e vetë Malësisë, që autori e ka përmbledhur në këtë libër, por për të qenë më konkret, po ju paraqesim autorin Luiz Junçaj. Luiz, nga njerë është vështirë të marrësh guximin të dalësh me një roman në moshën tuaj. Pyetja ime është kjo. Pse e bëre? Sinqerisht me thënë se unë gjatë shkollimit ullë dhe të mesëm jam shkolluar në vendlindje, kuptohet në gjuhën shqipe, edhe pa modesti të rreshme, gjuhën dhe letërsinë i kam pas shumë gati me thënë si pasion. Mirë pro, rrethanat e fatja ka dashur ashtu që studimet universitare nuk i kam bën aty ku ka pas mundësi me studiuar shqip. Ma konkretisht i kam bën në Kroaci. Mirë po, Malësia dhe shqiptarizmi ka met për gjithmonë. Na mund t'ikim se thonë për politikanë, thonë ti muç me ikë prej politikat merr mrapan. Po të njëjtën gjë thonë edhe për fshatarin. Fshatari thotë mund ikin nga fshati, shkojnë në qytet, po fshati e merr mrapan. Ashtu që edhe mua më ka marrë mrapan edhe vendlindja, që në kupton se mas studimeve të larta unë edhe jam kthyer me jetuar në vendlindje, por edhe pasioni për gjuhë e për letër, për shkrime. Do thënë, shumica e materialit të këtij romanit, modest do ta quajsha, po është bë materiali përbledh gjatë jetës sime. Ndonë se pjesa më e madhe e familjarëve, vëllezërit, kushrinjt, dajat e tjerë kanë emigruar, aso kohë viteve 60-ta është kanë në Malësi, s'po thonë si hit, po kanë nevojë, qoftë ajo ekonomike, qoftë ajo politike, qoftë ajo ndoshta kajherë edhe ideologjike, po ajo ideologjike më shumë është lidhur me atë, po ka qenë si dal si iki, veç me braktis vendin. Ndoshta ndonjëherë edhe pa menduar shumë se çka e pret në atë ikje, çfarë shpeshherë edhe tragjedi, një nga ato është i përshkruar edhe te romani, ose çfarë vështirësish, me të cilat dashte pa dashte janë përballë, po në moment kur kanë dashur me ik, ato si kanë menuar. Me thonë me i fjalë malësor që kanë pritë se kopshti është me lule, jashtë Malësijet. Çka ju e dini mirë se nuk ka mujë as të ndodhë, e ma jo që ju
të ndodhin. Është interesante në bisedën paraprake që bëm bashk, ju më thatë që romani edhe pse ka në epicendër të vetë jetën e malësisë në një periudhë caktuar kohë dhe jetën e malësorëve në kampet e refugjatëve në Itali gjatë asaj periudhe, personazhet ose personat të cilët kanë emra natyrisht të ndryshëm si personazhe në roman, kanë një prototip. Dhe prototipi buron nga realiteti i kohës që ju e keni jetuar. Ju madje më përmendët njerëz aty të cilët janë dhe të afërmit tuaj, që nga vllai juaj, që nga kushuriri juaj. Do një mjeshtëri artistike ta futësh brenda vetës këtë ngjarje edhe ta përjetosh në një kontekst të përbashkët që do të jetë subjekti i një romani, siç është ky romani juaj. Pa, ndoshta më parë do të thoja, është kënd momenti i shpërthimit të gjitha grumbullimeve dhe ndjenjave emotive, emocionale, dhimbjeve shpirtënore, se na kemi pas dhimbje të mëdha me braktisjen e vendit të vëllezërve, kushrinjve, miqve njëri tjetër. Ne që kemi metër atje kemi pas dhimbje të mëdha, kanë pas edhe këta, mos thom ju se një nga ata që kanë ikë, edhe ata kanë pas dhimbje shpirtënore, por edhe na kemi pas dhimbje shpirtënore, e faktikisht materiali i këtij romanit edhe është grumbulluar përmbledh gjatë gjithë periudhës sime, nga fillimi i braktisjes të vendit, vëllezërve të mi, kushrinjve të mi, dajave e tjerë, të afërme, ata ka qenë material qoftë qitur në letër, ma pak qitur në letër, por të grumbulluam si një thesar në atë kohë s'kem pas kompjutera, po i kompjuterizimit në trunin tim. Si memorje e gjithë këtyre ngjarjeve. Ashtu, si memorje e gjitha atyre ngjarje, duke lexuar bisedat e atyre që kanë përjetuar, duke biseduar përjetimet e prindërve në radhë parë, se çka kanë hjek fëmia, vladi i tyre, bisedimet mbrenda atyre kur do herë që kanë ardhur në vendlindje, se të kujtohet kur ndodhi kjo, të kujtohet kur ndodhi ajo, por më shumëtit janë të përshkruar rastet konkrete. Do me thonë, çdo personazh, edhe çdo familje e kyçur aty, janë personazhe reale. Janë prototipet atyne që u ka ndodhur. Kuptohet, tash nuk jam i mjeshtër kush e din e i pens, por aty më shumë janë ndryshuar vetëm emrat e ndoshta pak edhe stilizua ngjarja. Duket stilizimi i ngjarjes në aspektet veçanta, për shembull tek linja e dashurisë më duk më tepër është letrarizuar më shumë se realiteti, mendova unë dashi kur e lexova, megjithatë e shkruar bukur. Në këtë aspekt, pavarësisht të kohës që ka kaluar, pavarësisht imazhit që ju ka mbetur në tru gjatë gjithë jetës, është sjell bukur. Linja e romanit nuk është në një linjë që, do më thënë, kur themi linja e romanit, subjekti e romanit, mënyra se si rrjedh ngjarjet, ju keni dashur më tepër të përshkruani realitetin. Dhe një element që unë do ta veçoja, ky roman është shkruar në shqipen letrare. Ju jeni nga Malësia, unë kam shkrimtar malësor këtu, që e kanë edhe ata të vështirë ta shkruajnë shqipen letrare, krejtësisht, kam ose diku fusin një fjalë dialektore, po është natyrshme, sidomos për sa i përket dialogut midis personazheve, dhe aty ka dialog, ka dhe sqarim të termave që një lexues si puna ime që lexon letërsi nga letërsia shqipe, pak e njoh, domethënë e njoh letërsinë që shkruajnë shkrimtarët në Malësi, po nuk e di me detaje siç e njoh letërsinë shqipe,
më vjen mirë në një aspekt që në këtë mënyrë ti i drejtohesh një lexuesi më të gjerë. Dashje pa dashje. Sepse jo më larg se sa por i lexoja fishtën ai shkrimtar të madh të shqiptarëve, po ne që kemi kaluar kaq kohë në gjuhën letrare e kemi vështirë ta përjetojmë ashtu siç do ta kishin përjetuar shqiptarët asaj kohe që flisnin gegnisht, a kupton? Unë i lartësoj vlerat e gegnishtës në maksimalisht, sepse ka vlera që të dy dialektet shqiptare japin njëri tjetrit, e unë do të isha të kishte sa më shumë ndërthurje mes tyre, por më vjen mirë që ky roman është në gjuhën letrare dhe për një gjë tjetër evidentova, jo thash dhe më parë, se aty janë përfshirë gjithë trojet shqiptare, historitë e gjithë trojeve shqiptare që bashkohen tek një strumbullari vetëm që është Malësia. Kjo trev, zemër e patriotizmit shqiptar, që siç e kemi vënë re edhe ne që jetojmë këtu mes malësorësh, gjallon edhe sot e kësaj dite me patriotizëm, gjallon me atë ndjenja, me atë mënyrë jetese, ne e shohim edhe sot tek malësorët tanë. Dhe unë ju përgëzoj për faktin që ju keni mbledhur detaje të ndryshme si një film që ju ka mbetur në kujtesë për të paraqitur jetën e malësisë asaj kohe. Ju më thatë që parë, tash do desha, po bëju më shumë analizë, po do desha të më thonit ju. Ju më përmendët faktin që mjaft personazhe janë personazhe real, kam një prototip që shumica atyre. Madje edhe shpreha që përdoret aty nga një djalosh tezak që njeh djalin e tezës, njëri është nga Kosova, tjetri nga Malësia. Unë jam prej Pipeje si ishte. Jam Pipeje, por rujtë zoti Pimeje. Aja është shprehje Dukagjinse, asa Dukagjinse. Malësisë Dukagjinit, po edhe natyrisht një detaj që shërben edhe, ka dal nga jeta, po që ka shërbehur dhe si fakti njohjes së dy kushurive që s'njifeshin. Folklor gjungësori, thonë. Po. Po, sa i takon gjungës unifikuar. Nuk është rezultat imi, as i njohës fort mirë nga ana e me gjungës unifikuar. Unifikimi i gjungës është banë kur kam kënë unë gjimnazist. Sa më kujtojt, mendoj se jam kënë në klasë 2 në gjimnaz. Edhe dashtë e pa dashtë, na dashtë me përvecua se je mërësimu. Mirë, po shpejt unë kam kalua në mos kontakt intenziv me gjuhën shqipe. Qoftat gegnishte, qoftat unifikuar, qoftat se si pasion nuk kam gegnishten. Po. Gegnishtja për mua nuk është veç dialekt. Gegnishtja për mua gjuhë. Gjuhë shumë e veçantë. Rrezik, që a thonë në Shqipëni, rrezik është burimi i gjuhë shqipe. Ashtu e përjetoj unë. Jo, ka vetë fakti, nuk po i teori gjuhësore, ekzistencave bashkëtingëllorëve, undore, fjalëve të shkurta, e tjera, gjërave tjera, rranjve të saj. Por si ka ndodhë puna e gjuhës, materiali i bashkuam, e i përgaditun, ka shkua në dorë profesorit Franz Zamaj. Ka qenë mos siguria ime, karshi vetë vetit, a thua kam ban diçka që javlen dhe të botohet, a dhe të punohet për botim. Nis nga jo se jem bashkëvendas, por edhe misë mirë me Franin, i kam dhanë vetit liri me ju lutë, qëllë shojnë me po, a thua, ka vlerë këtu, ka brumë. Po, thonë në mëllësort, a thua, janë lojnë a fmish, apo ka diçka vlerë që mund përpunohet, përfundohet, edhe Frani, jo vesh se ka dhanë mendimin e vetë, ka dhanë edhe sugjerimet, po me vetë iniciativen e ka transferua në gjuhën e unifikuar. Me vetë iniciativen e Frani? Me vetë iniciativen e vetë e ka, edhe ma ka thonë, a i vetë ma ka shua me me, Lëviq, e kam lexua, kam ban sa përmirësime, anej kënej, edhe e kam kaluar në gjuhën unifikuar. Në bisedën e sipër me Franin, Fran
unë kam dhe, e kam pa, unë që ka donë ti, donë gegnishtën, donë mëlsoqën, por ti duhet të adish se atë gjuhë që e ke përdor, atë dialekt që e ke përdor ti, për pos mëlsorve, s'ta ki të kuptua kush romanin, i thumë, pse menon ti se dikush ka me lexua, për pos mëlsorve, Frani ma ka thënë shumë. Çdo libër ka lexuesin e vet. Lutëm mos vuajnë nga ajo. Ajo është kënë kurajoja e parë që ma shtri, por edhe prej akademik Gjevalin Shkurtës, ja kam dhënë edhe ati, e kam keq përdor pak lirin, gjatë një bashkëpunimi shkurt që e kem pasën përmes aktivitetit folklorit, ati merë ka pak, nuk jam folklorist, por në pikpamje organizative merrem që shka herë, jam lutë profesorit, e ka thënë, Luiz, duhet vështja qiç dorën e bukur, si murit kur Salvatore thot, duhet vështja qiç edhe sa intervenime, thot dhe ti mash, më ka dhënë edhe kahjen ku duhet me i bën intervenimet, ata dy është rezultatit të tyne që është botuar romani. Përdryshe nuk i kisha lejuar vetit atë luksus, po thëmë, nuk e kam pas kretat kurajo, po falderit të dy vetë.